Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, aktoreja e njohur turke heq dorë nga seriali e Shref Ruja, shkak sherret e vazhdueshme me çagatoi Ulusoi. Bota e kinemas turke është tronditur nga një lajm që askush nuk e priste. Aktoreja e dashur Demet Özdemir mësohet se ka hequr dorë nga projekti më i fundit të Shref Ruja, ku po luante për krah aktorit të njohur Çagataj Ulusoi, një serial ky që po shfaqet aktualisht dhe në televizionet shqiptare. Sipas mediave turke, vendimi i saj ka ardhur pas përplasjeve të përsëritura në set, ku burimet e afërta me produksionin thonë se nuk ka kimi mes dy aktorëve dhe se vetëm kanë konflikte personale. Një burim i afërt i ekipit ka rrëfyer për Median Roz duke thënë: mes tyre kishte tension që ditën e parë çdo sken shndërroi në një debat dhe mënyra e aktrimit sigurisht që shndërroi për keq, duke drejtuar edhe historinë në një rrjedh që nuk do të donim. Thuhet se debati final ndodhi gjatë një skene emocionale ku Çagataj Ulusoi kërkoi ndryshime në skenar, ndërsa Demet refuzoi, duke i quajtur mungesë respekti për punën e aktorëve të tjerë. Pas kësaj, aktoreja është larguar nga seti dhe nuk është rikthyer më në ditët në vijim. Produksioni ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare, por disa burime pranë kompanisë së xhirimeve kanë konfirmuar se kontrata e Demetit është ndërprerë me mirëkuptim. Ndërkohë, mediat sociale janë përfshirë nga reagime të shumta. Fansat e aktores po e mbrojnë duke i quajtur profesionale dhe të ndershme, ndërsa disa të tjerë mendojnë se egoja e të dyve ka shkatruar një bashkëpunim të madh. Vetë Demet në një postim të fundit në Instagram ka shkruar vetëm një fjali enigmatike: ndonjëherë është më mirë të largohesh sesa të heshtësh. Ky postim është interpretuar gjerësisht si konfirmim i tensioneve me Çagataj, megjithse asnjëri prej tyre nuk ka folur publikisht për incidentin. Tani mbetet për të parë nëse producentët do ta zvendçojnë aktoren nga projekti apo do ta shtyjnë me një kohë të pacaktuar.